Po, tani nuk ka ish do të drejt në fjallës. Ja vlen të pyes sot a e dini çka keni bërë? Çka keni bërë sot? Bëri votim për komisionet e vettingut. Vettingu prapë është i bllokuar. Gjysma e komisioneve s'kan për të ardhur. S'kan për të ardhur. Sepse ka dy paradokse ky votim. Ka dy paradokse. Po ju ikni se s'po flas për ju. Ka dy paradokse. E para, gjysma e komisioneve nuk janë, e nuk do jenë, për shkak se jemi në një krizë politike që po i bllokon zgjedhjet edhe drejtësinë. E dyta, unë nuk votova për asnjë nga 4 kandidatët, do ja them pse. Një nga kandidatët që u votua për procesin e vettingut është një zonjë fakt për cilën kam shumë respekt. Vasilika që është në sallë. E do të them çfarë paradoksi ka Vasilika, megjithëse kam shumë respekt për ty. Ti zonjë votove për komisionin e vettingut. Pra komisioni i cili parashikohet të përzgjedh gjyqtarë dhe prokurorë të rinj të Shqipërisë. Tani çfarë ndodh? Vasilika me ty. Kam shumë respekt për ty, por do ta them. Ta dinë shqiptarët çka ka ndodhur sot. Vasilika edhe në komisionin e vettingut, edhe në kryesinë e Partisë Socialiste, e cila çfarë bën? Zgjedh për kryetar bashkie Elvis Roshin. Pra ti njëkohësisht voton edhe për Elvis Roshin si socialiste, edhe si vettingiste voton për gjyqtarë që duhet hetojnë Elvis Roshin. Je në kryesinë e Partisë Socialiste, Vasilika. Voton edhe për Vangjush Dako si kryetar bashkie, edhe për gjyqtarin që duhet hetojë Lulzim Berishën, që Vangjush Dako e nxjerr nga burgu. A ka paradoks tu? Sigurisht që ka paradoks. Pse ka paradoks? Sepse ky ligj që u miratua, edhe sot u votua emër për emër, ky është totalisht partjak. Edhe nuk ka shqiptarë që mund të besojnë se kjo klasë politike që e ndau vettingun në dy pjesë, gjysma PD, gjysma shumicë, mund zgjedhë gjyqtar edhe prokuror të pakorruptuar. Kjo është e pamundur. Nuk mund votosh edhe për Elvis Roshin, edhe për prokurorin që duhet ta hetojë. Edhe për këto ministra e korruptuar këtu, edhe për prokurorin që do ta hetojnë. Kjo është e pamundur. Prandaj ky proces vettingu nuk ka për të funksionuar. Siç nuk ka për të funksionuar gjithë kjo reformë drejtësi që është ndarë me dy pjesë. Edhe çfarë propozojnë të bëjnë sot? Të ndajnë komisionet e vettingut për të zbutur, nuk më thonë, për të zbutur problemet e shumicës. Pra për të bërë koalicion për zgjedhjet e ardhshme. Unë do të them dy gjëra sot. Iku ky deliri, kryeministri i Shqipërisë. Jemi në një krizë politike. Drejtësia e bllokuar, zgjedhjet bllokuara. Kishte vetëm një mundësi sot për të zblokuar drejtësinë, edhe për të zblokuar zgjedhjet, të jepte dorëheqjen. Sot duhet kishte ardhur për të dhënë dorëheqjen. Pse? Ja u them pse. Nëse po na bind, në fakt sa bind dot. Nuk na bind dot. Se do drejtësinë para qeverisë, duhet jetë sot dorëheqjen që të vitë opozita në sallë, të ketë proces drejtësie, sigurisht, dhe të ketë zgjedhje, pa dyshim. Për çfarë i duhen edhe 70 ditë në punë? Për çfarë i duhen edhe 70 ditë deri në zgjedhje, nëse s'ka bërë asgjë për 1300 ditë? Duhet kishte dhënë sot dorëheqjen. Edi Rama kishte vetëm një mundësi për të bindur shqiptarët se do më shumë drejtësinë se qeverinë, të jepte dorëheqjen ta zblokonte procesin e drejtësisë. Edhe sigurisht jepte dorëheqjen për herë dytë për të zblokuar procesin e zgjedhjeve. Po ngelim pa drejtësi, pa zgjedhje, pa dy institucione kryesore që rregullojnë jetën e Republikës së Shqipërisë. Është dita anamik padyshim për dhënë dorëheqjen. Dita për tikur. Për çfarë doni këtë kryeministër e 70 ditë? Bëheni, bindeni tiki. Edhe 70 ditë. Zblokohet vettingu. Edhe zblokohen zgjedhjet. Ja pra kjo është. Më mirë Shqipëri pa Edi Ramën apo i Shqipëri pra drejtësi? Sigurisht më mirë Shqipëri pa Edi Ramën, edhe i Shqipëri me zgjedhje, edhe me drejtësi. Kjo është çështja sot. Bindeni të japi dorëheqjen. Nuk ka rrugë tjetër. Ka shumë arsye për të dhënë dorëheqjen ky, po them vetëm njërën. Kam një 3 ditë që takoj njerëz që thonë do ju duket përqeshur, por është e vërtet. Ka filluar zhduken dhe bletët. Bletët nga Librazhdi e nga Dibra, dini pse?
është mbush Shqipëria me kanabis, nuk kthehen më bletën koshere. Kjo po ndodh sot. Nuk kthehen bletën koshere, do mbahet mend si vetëm kryeministri në kohën e cilit ikën bletët. Ka tremur dhe bletët, se 100.000 shqiptari i zhduk nga Shqipëria. 100.000 bletë. Na mungojnë për 3 muaj, dini pse? Dhe çfarë është bleta? Është simboli pjellorisë. Nuk po e themi fat tjetër këtu. Mblet 2 minuta zoti kryetari i parlamentit. Po dëgjoja ti një lajm. Është i trishtueshëm. 3.000 bebe më pak. Numëron Shqipëria nga 2016 në 2015. E dini pse? Nuk lindin më shqiptarët. Nuk lindin më, janë depresiv, janë dëshpëruar, s'ka shpresë. Për këtë do mbahet mend ky, pra ne do t'i japi dorëheqjen. Një kryeminist në kohën e cilit ka më pak blet, edhe më pak bebe fatkeqësisht. Edhe kjo është totalisht e trishtueshme. Gjithë ju, Basilika, duhet ta bini t'japi dorëheqjen. Duhet ta bini t'japi dorëheqjen për zblokuar vettingun edhe zgjedhjet. Nuk ka rrugë tjetër, se ti nuk mund të pranosh. Të votosh edhe për Elvis Roshin, edhe për prokurorin që heton Elvis Roshin. Kjo është e pamundur. Këtë nuk mund ta bëjë njëti njeri, Vasilika, ti nuk mund ta bësh. Edhe kam respekt për ty, pra ne do drejtohem ty. Jep dorëheqje edhe vetë nga vettingu ose thuaj këtij tik. Si mund të votosh edhe për Elvisin, edhe për prokurorin që të dënoj? E pamundur. Jepini Shqipërisë pak më shumë blet, e pak më shumë bebe, duke hequr nga pushteti, duke zblokuar vettingun edhe zgjedhjet. E mos bëni gabim t'i thoni që mos ik, se është gati për t'ikur.